Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një nga tavat më të preferuarat për familjen time. Ju sugjeroj që ta provoni pasi jam e bindur që do bëhet edhe e preferuara juaj. Është e thjeshtë në përgatitje dhe me një shije fantastike, sidomos tani që kanë dalë edhe specat e reja. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Për këtë recetë ju nevojitet 400 gram fileto pule. I ndajmë në copa, kështu si tregohet në video, mund ta vendosni edhe si është ose në vetëm 2 pjesë të mëdha, sipas dëshirës. Unë kam zgjedhur ta ndaj në copa të vogla. Pasi e presim me lëmë një anë dhe në një pjatë, do shtojmë 2 lugë miell gruri dhe filetot e pulës do t'i lyejmë nga të gjitha anët shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy kanalit dhe recetave të mia dhe nëse ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi i kemi lyer mirë të gjitha filetot, në një tigan do shtojmë 3 lugë vaj ulliri. Nëse dëshironi mund t'i skuqni edhe me gjalp, i jep një shije shumë të mirë. Unë në këtë recetë kam përdorur vaj ulliri, i kam provuar edhe me gjalp dhe vërtet i japi një shije fantastike. I vendosim të gjitha filetot në tigan dhe do t'i skuqim shumë mirë në të dy anët. Nuk dua të harroj pa ju thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse dëshironi mund ta shkruani në koment. I kthejmë filetot e pulës në anën tjetër në mënyrë që të skuqen mirë në të gjitha anët dhe pasi janë gati do t'i largojmë ato me një anë. Kjo është një recetë shumë e shijshme, sidomos tani në pranverë dhe në verë, kur perimet janë të freskëta, mund ta përgatisni më shpesh. Kjo është e preferuara jonë për sezonin pranverë-verë sidomos, por edhe në dimër i kam përgatitur. Pasi filetot i kemi gati, speca do t'i lajmë rreth 5-6 speca, varet sa të mëdha janë. Specat e jeshila ishin të freskëta, ndërsa të kuqet nuk mund të themi që janë të reja fare, por gjithsesi unë i vendosa 1-2-3 pasi djali i preferon shumë, specat e kuq janë të preferuarat e tij. Këto të jeshile duken shumë mirë që janë të freskëta fare. I presim në copa të vogla, kështu kam zgjedhur unë, por mund t'i ndani në copa të mëdha, sipas dëshirës, si ta keni ju më të thjeshtë. I presim të gjitha, po kështu edhe specat e kuqe, derisa t'i kemi gati. Dhe kështu specat i kemi gati, do shtojmë pak vaj ulliri në tigan dhe do t'i vendosim edhe specat. Do ju nevojitet një qep e madhe, unë kisha 2-3 të vogla, janë qep fshati të cilat unë i kam marrë nga Shqipëria, janë të kopshtit të vjerrës sime, janë të vogla, nuk janë qep të bukura, por janë bio dhe sa herë që gjej atje i marr dhe i përgatis në shtëpi. I presim në copa të mëdha, nuk ka nevojë t'i prisni në copëza të vogla. I shtojmë dhe ato në tigan, 1 deri në 2 thelpinj hudhër, varet se sa i pëlqeni aromën e saj, por i bën shumë të shijshme. Dhe do t'i skuqim duke i përzier her pas here derisa specat të zbuten. Vazhdojmë përzierjen. Dhe pasi janë gati, kështu si tregohet në video, pra sa të zbuten, jo të skuqen plotësisht, do shtojmë rreth 4-5 lugë salcë domate, 1 lugë çaji krip, 1 lugë çaji piper të zi dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Pasi është gati, do ta vendosim në tavën e pjekjes. Kjo recetë në tavë bëhet shumë e shijshme,
por nëse dëshironi të kurseni kohë ose për ato raste kur keni kohën të kufizuar, mund ta përgatisni edhe në tigan shumë shpejt. Por unë kam vendosur që ta përgatis në tavë pasi merr një shije akoma dhe më të mirë. I vendosim të gjitha specat në tavë, po kështu do vendosim edhe filetot e pulës. Kjo tavë mund ta përgatisni edhe me fileto viçi deri bëhet vërtet shumë e shijshme. Ndërsa me fileto pule bëhet akoma dhe më e shëndetshme. I vendosim filetot të gjitha në tavë. Unë kam shtuar edhe 2 degëza të vogla me rozmarin të freskët. Nëse ju pëlqen, mund ta vendosni, nëse jo, mund të zgjidhni majdanos ose kopër, por rozmarina shkon shumë me mishin e pulës. Do shtojmë një gotë ujë të madhe dhe e vendosim të piqet në 200 gradë derisa të jetë gati. Nëse soba juaj e përshpejton pjekjen, mund të vendosni një letër pjekje në sipërfaqe, pasi letrën aluminit unë nuk e përdor në kuzhinë. E pjekim në 200 gradë, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Shikoni pak se çfarë pamje ka marrë pas pjekjes. Ka një aromë fantastike. Ju duhet vetëm bukë pranë vetes për ta shijuar. Ndaj ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Dhe nëse ju pëlqeu kjo recetë, pres përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe do dëgjohemi në recetën e radhës.